Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka komentuar reformën e re të sistemit të emigracionit në Bashkimin Evropian, e cila është miratuar këtë javë nga ministrat e brendshëm të vendeve anëtare dhe që ndër të tjera i hap rrugën ligjore zbatimit të plotë të marrëveshjes Itali-Shqipëri për qendrat e emigrantëve jashtë territorit të BE-s. Në fjalën e saj gjatë konferencës ndërkombëtare të Aleancës Globale kundër trafikimit të emigrantëve, Meloni theksoi: Italia ka propozuar zgjidhje inovative që po shihen gjithnjë më shumë me interes dhe po kthehen në praktikë të zakonshme. I referohem mbi të gjitha protokollit me Shqipërinë, menaxhimi i kërkesave për azil dhe kthimet jashtë BE-s, por në jurisdiksion evropian. Ky është modeli që tashmë është pjesë e rrugës së përbashkët që po ndjek Europa. Marrëveshja e arritur në BE përfshin një listë të reduktuar prej 7 shtetesh që do të mund të konsiderohen vende të sigurta për rikthimin e emigrantëve: Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, India, Kosova, Maroku dhe Tunizia. Kjo listë është shumë e shkurtër se ajo që kishte propozuar fillimisht Italia me 22 shtete, por përfaqëson një kompromis që rihap derën për politikat e kthimit jashtë kufive të BE-s. Në të kaluarën, gjykata europiane ka bllokuar mekanizmin e dëbimeve të përshpejtuara për shkak të mungesës së kritereve të qarta për përcaktimin e sigurisë së një vendi të tretë. Marrëveshja e re vendos standarde të reja për vlerësimin e sigurisë, duke përfshirë garancinë për të drejtat themelore të migrantëve të rikthyer. Sipas rregullores së re, një kërkesë për azil mund të shpallet e papranueshme nëse personi ka pasur mundësinë të kërkojë mbrojtje në një vend të tretë të sigurt pa që nevoja që bëhet të shqyrtojë thelbin e kërkesës. Kjo lejon refuzime të shpejta për migrantët që vijnë nga këto vende. Italia e sheh këtë si hapjen zyrtare të dritës jeshile për qendrat jashtë BE-s, si modeli i prezantuar me Shqipërinë. Sipas Romës, qendrat në Shqipëri tani kanë mundësinë të funksionojnë plotësisht për qëllimin për të cilin janë ndërtuar.